Anës paratinale nuk kemi që rëpim dhe shumë, sepse nuk ka preparu aq sa duhet. Ta ullën pak pjesën e margës, që ti duken pak si dimensione. Tashi ti këtu i ke 2 ura, apo? Pa. Tani, unë do doja që ti faqe për faqe të ta bësh këte duke marrë të njëjtat freza, të bësh të njëjtat kurime që ka bërë këtë libër. Praktikisht... Po, nësi e kuptoj pak a shumë se si, po ti tregon gjitha. Por, pjesa më rëndësishme këtë mes, është ti përpara të bësh i foto asaj. Po, se edhe pastaj pjesës përfundimit, si do ishte para dhe pas. Para dhe pas nuk është vetëm për dentistët, është edhe për ne. Pastaj masi ta marrësh ti, edhe kur ti je bindur për atë që ke bë, do shkojmë tek Adi. Të themi. Do shkojmë me kapuç, që mos ta shohim kush po i flet. I falsiz. E ke të qartë? Po. Kjo procedurë ti do ta bësh 50 herë me libër, edhe herën e 51 nuk do kesh më nevojë për libër. Po duhet ta bësh. Sa herë që ti ke grupin frontal. Po. Gjithë pjesa tjetër pastaj ke rregullohet gjitha këto, mund të ketë një gjë, sepse ti nuk e shef më atë. Domethënë, si të shef gjash frontalet, nuk shef më premolarin. Po, në mërë se ti shef pasaj me tjetër. Aty do vetëm, kur ti je duke bërë një totale, të shef vetëm, do që vetëm që të kesh harqet të rregullta. Po, që vjen. Domethënë, pjesën e kurbaturës vestibulare, do që ta kesh të rregull, domethënë të dalin simetrike ato. Po. Në të mënyrë. Edhe je në rregull. Se u bëjnë tuberkur më gjatë, se një më shkurtër, gjitha këto me radhë, nuk bën një diferencë të madhe. Okej? Kurse këtu, cepim më i vogël. Këtu duket, po, që vjen gjithë ato me zjalë, direkt. kristal,